Ju lutem mos ta humbas papi. Një gjithçka që kam. Përshëndetje Ashe, përshëndetje të gjithë shqiptarëve. Unë jam Klea, vajza e vetë me Astrid Bubës, njeriu që nuk i mbaruan kur fatkeqësitë. Para 21 vitesh, babai im ka pasur një aksident, ka rënë nga pema dhe ka ngelur i paralizuar. Por faleminderit Zotit që është gjallë. Si mos mjaftonte kjo fatkeqësi, që ka kaluar jetën e tij shtrirë, para një viti babai im është diagnostifikuar me zgjerim të aortës dhe aorta për momentin është 8.8 cm. Pra, ndërhyrja duhet të jetë e menjëhershme. Çdo sekond i rrezikohet jeta. U munduam që ta operonim në Turqi nëpërmjet shtetit, nuk na u aprovuan, na refuzuan. Dhe kemi gjetur në spitale private, por shkon 50.000 euro. Gjë që ne nuk e përballojmë dot, pasi jetojmë vetëm me pensionin e papit. Ju lutem, na ndihmoni. Ju lutem mos ta humbas papi. Një gjithçka që kam.